o vëllezërit e mi, së mundit i shkaku i zinas, o ju robër të Allahut tërmetet i shkaku i zinas, o ju robër të Allahut hidhërimi Allahut o shkaku i moraliteti dhe i zinas, o ju robër të Allahut këshilloni fëmijët e juj ta kenë frikën Zotin xhallahu ala, të ruhen prej moralitetit. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha ya ummet Muhammad la aghiru min Allah min an yazni 'abdu aw tazni amatu. O ummeti Muhammedit, s'ka më xhelo se Allahu që ta sheh robin dhe robëreshën e tij duke bërë zinë dhe imoralitet. Cila nana, cila grua, cila motër e dëshiron, kush për jush e dëshiron për motrën e tij, kush për jush e dëshiron për nënën e tij, kush për jush e dëshiron për hallën dhe tezën e tij. Po filania dhe alania është motra e dikujt, nëna e dikujt, bia e dikujt, gruaja e dikujt. Andaj ju robër të Allahut, të kemi frikë Allahun xhallahu ala, dhe ata të cilët i kemi në pushtetin tan për prej fëmijëve dhe të afërmve dhe dashamirëve tonë ti ndalim, se vallahi hoxha sot e thot, pasha Allahun e madh ka për me ardë dënimi i Zotit xhallahu ala, dhe atë ditë në mëngjesin dhe në mbrëmjen e asaj dite s'ka kush që t'i shmange dënimit Allahu xhallahu ala. Po e thash këto ju vëllezër, se filloi vera, filloi që të shfaqej lakurizia. Allahu na ruaj ya rabbel alamin.